vendos pak si shihet shërbet. Kjo është ajo bleta që e kam ndihmu me mizë. Ja shikoni edhe derën nga jashtë se thonin që nëse i hedh miza aty sulmohet, e vrasin, e bëjnë, e kthejnë, ja pra t'ua tregoj. Se as nuk e vrasin, as nuk i bëjnë asgjë në moment që i shkund mizën aty përpara. Dhe si shihet është mbush me mizë se këtu në kam pas vendos dhe pak buk. Këtu në TikTok kam nxjerr vetëm atë pjesën që kam marrë mizë tek ajo kosherja e fortë, edhe i kam hedhë te kjo. Po nëse shkoni në YouTube e shikoni nga fillimi videon që e kam hap një herë këtë, e kam kontrollu. Dhe pastaj kam marrë mizë nga ajo tjetra dhe i kam vendos kësaj, i kam hedhë kësaj përpara. Si shihet kjo e kam marrë goxha veten. Sepse unë e përdor këtë metodën, e testoj nëse i jap mizë dhe shoh që mbretëresha nuk e hap pjelljen, në fjalë nuk bën pjellje më shumë, atëherë ajo mbretëresh nuk ja vlen më mbajt. Po nëse ajo ti jep mizë dhe ajo e rrit të ritmin e vezëve, atëherë kuptohet që mbretëresha është e mirë. Se të paktën kështu e gjykoj unë. Se disa thonë nuk ja vlen, po për mua ja vlen ta shpëtosh. Edhe kjo është super e qetë, si shikohet akoma nuk e kam tymos. E kam hap, kam vazhdu punën, akoma nuk e kam tymos. Kështu që këto lloj mbretëreshash si mund ti ja, si shihet akoma nuk e kam tymos, shihet sa e qeta është. Edhe kjo është në një mënyrë nëse ja vendos dorën sipër, edhe e fërkon pak kështu bleta bien në qetësi totale. Shikoni si ikin gjithë poshtë, edhe ato që patën ndal lart. Kështu që mësoni këto metoda se do ju duhen. Shife si u qetësu. Shikoje, vendosin dorën sipër kornizave, to mos i bëni ju që keni frikë sa atëherë do ju pickojnë. Edhe e tërheq dorën sipër. Edhe bleta bie komplet e qetë. Atëherë, kjo është korniza e parë, kjo është pak me mjalt. Kjo ka dhe shurup, kësaj nuk mund të them se është gjithë i nektar, kjo ka dhe shurup sepse e kam ushqyer. Po s'punoj dot shumë me një dorë në telefon dhe një dorë aty, kështu që ta vendos telefonin këtu nuk e di se sa mund t'i shihni. I hipnotizo ke bletë. Po diçka e tillë plumb është si hipnotizim, nëse ja vendos dorën këtu, të jetë disa metoda që s'besoj se i keni ngjuma përpara, shive si qetësohet. Dhe s'kam të përdor akoma të musen të kjo. Jo, nuk është herët, po këtu është 18, ka qenë për dje këto ditë e kaluar ka qenë temperatura 22, dhe nata është mbi 10 gradë. Nuk e di se sa duket. A duket apo jo? Se shoh dhe telefonin se i bën drita dhe se duket pa. Atëherë kjo, kur e kam ndihmuar me mizë, ka qenë vetëm me 2 korniza, ka pas pak pjellje, ta shohim sot se si është. Nëse jeni të interesuar ta shikoni në YouTube, se kam dhe faqen YouTube me të njëjtin emër, Letari VD, edhe shikoni videon para 2 javësh apo 3 javësh. Dhe ta shohim se sa pjellje ka bërë tani. Mashallah. Këtu tani e ka mush me pjellje që nuk e ka pas të pjelljen para 2 javësh. Edhe këtej, ja prej ta marrë telefonin se ta shohim pak më imësisht. Se ka mundësi t'ua tregoj edhe një, pastaj do e mbyll live. Jo, s'të fusin ty aty në vend të saj se ty do të vrasin ato se nuk të njohin për mbretëresh. Okej. Ja. Shikoni këto diamantat. Këto janë pjellje 4-5 ditore, përderisa nuk janë mbulosur akoma. Ndërsa këtu në fund, e shikoni ato si duken si thumë të vogël, këto janë vezë ditore që i ka bërë mbretëresha. Deri në fund, mashallah. Kështu që ja ka vlet me ndihmu.
Për ju që thonit nuk ja vlen. Edhe shikoni akoma nuk e kam tymos këtë bletën. Shif, tani kanë hyrë bletët sipër, unë do ja vendos prap dorën këtu, edhe do e tërhek, avash me qetësi. Edhe këto futen prap aty ku ishin. Por mirë është që t'i përdorim tymusën, sepse nuk ja vlen të rrezikosh, sidomos kur je pletar i ri. Më është fik tymusja, nuk e di a duket, po nuk nxjerr tym. Por ju mos bëni eksperimente kur jeni fillestar se mund të sakatoheni. Mashallah. Edhe këtu e ka mbush me pjellin, e ka zgjeru pjellin goxha nga hera e fundit. Shikojnë çfarë poleni ka sjellë kjo bukuroshja. Ja do ta tregojmë mbretëreshën tani. Se këtë e kam shënuar. Ja dhe këte shikojnë sa e ka zmadhuar pjelljen. Kështu që ja vlen të ndihmohet kur e din se çfarë cilësish ka ajo mbretëresh. Shikojnë një grenze sa e madhe erdhi. E mbyta. Shikojnë. Desh të fuste në koshere, por s'po ja japim këtë mundësi. S'ka nevojë me ngejtësu, nuk kam hyrë thjesht për like, për kështu thjesht më shumë për shef, për t'ua tregu se si funksionojnë. Ose mund me ndihmu ndonjënin me ndonjë shpjegim apo në diçka të paktën kështu si i di unë, nuk është se unë jam mjeshtër. As se kam qujt vetën mjeshtër, as nuk e quaj. Shikoni sa e kam ushtë dhe këtej me pjellje. Mashallah, e ka zgjeruar pjelljen në 3 korniza deri tani. Për 2 javë apo 3 javë sa janë bën nga ajo video që unë e kam shpërndar. Shife. Tani nëse s'po e shoh mbretëreshën ose do e kem kalu, por do e shohim edhe do a tregoj. Tere kemi 3 korniza me pjellje. 3 korniza nuk janë të plota me pjellje, por e ka hapur pjelljen në 3 korniza, se ka qenë vetëm në 2 edhe shumë pak. Mashallah, ja dhe korniza e 4 me pjellje, edhe me polen. Këtu ka pjellje. Faleminderit. Qa ke në gjë që e mbyte a blet apo anë, nuk e kuptova. Ja të është mbretëresha. Tere, kjo ka bërë 4 korniza me pjellje, mashallah ja. Kjo është më e vogël në trup nga ajo tjetra, edhe kjo është vitit kaluar gjitha këto mbretëresha, ama shikoj si e ka mush me pjellje. Duhet ta kape pak dielli se të duken ato thumbat e vegjël. Ja dhe kjo është the Queen. Kjo nuk ka bërë fare meshkuj, për arsye se kjo është më e vogël, edhe nëse nuk arrin një numër të saktuar bletësh, nuk bëjnë meshkuj. Edhe tek vendi ku ishte. Tymusja më shumë duhet se shikoj si bëhen bletët këtu. Në moment që vendosim kornizën ne mund ta shtypim, do njërin edhe pastaj të sulmojmë. Edhe kjo ka të bëjë shumë. Prandaj duhet tymusja më shumë. Unë e përdor tymusën, po thjesht po ju them, në moment që se ke tymusën aty, si mund ta bësh në një mënyrë. Shkoni si mlidhen atje të ajo komplet. Aty mund ta shtypim ndonjë ne dhe kemi problem pastaj. Të sulmojnë. Okej, kjo është shumë mirë. Ja ta vendos telefonin aty. Po të mijat janë. Por një ditë do shkoj dhe te një shoku im dhe atje mund të hym live dhe t'i shohim se ai nuk është se din më shumë se unë, ai din pak më pak. Kështu që do shohim dhe atje se çfarë gjendje i ka ai blet.
Kjo është një pjesë e bugaçes që se ka konsumu akoma, kështu që do ja vendosim. Edhe kjo është një pjesë, një copë lecke që ja vendosi për të mbajtur pak temperaturën, sepse netët do jenë të ftofta. E mbyllim. Tani po a tregoj edhe një tjetër këtu. Edhe asaj do i shënojmë mbretreshën që si kam pas shënuar, se në moment që i ke shënuar, ai ke punën shumë më të lehtë. Si fillim të ndezim pak zjarm. Edhe t'ju tregoj se çfarë përdorun për zjarmin, për tym. Duhet më fut hijes, ndryshe nuk na tregon mbretreshën. Ja prit një sekond sa tabletën tjetër.